ushit e qëtëtajt ati ti, po se qysh ndina unë në rafojt me do, besha, këto ishë më zotramni, se e di qysh. Momenti më i rënd si politikan për juve, momenti më krenar si politikan për juve, zoti Haradinaj. Qëni, a mund të qëlloj momentin më krenar? A mund të qëlloj? Ndoshta ushtria. Ushtria. Shka pas ditë më të gëzume, që kur në Ademja Shari, jemi vë bashkë i madhe i vogël shqiptar, bëqar i fatë të këtë tensionet e venit, edhe presidenti tha që Veseli, kryetari, këtë kolegë, këtë partit, këtë deputetet, edhe kom lexu fjalimin e Rreshtit, e Rresht mrafa e kom pa Shluanin. Aje ka qenë moment. Djalin e Shkëllëzenit, kadet në atë kohë. Pra ajo është një ngjarje që historia e ruan ata, pra është një për ngjarje ashtu si i fola 6 maj natë 7, 16 për natë 9, edhe 18 dhjetor 2018 është ngjarje e madhe, ushtria 14 realisht është e lidhur me ramjen prit muj Krasniqit, e 50 shah realisht pas luftarëve atëherë, po është ngjarje e madhe, krijimi i ushtrisë. Ka qenë një proces, po ushtria është ngjarje e madhe. Momenti më sfidues si politikan? Sfida kom pas shumë kështu të vazhdueshme. Sfidë ka qenë çështja me demarkacionin e malit Gjisë, ka qenë i vendosur, i nënshkruar në plan ndërkombëtar. Ka qenë shumë e vështirë me e paketu edhe me raportin e Komisionit Kosovës, që e parashek korrigjimin, që i gjonë gabimin, deklaratën e presidentëve. Megjithatë mendoj se nëse don Kosova, nëse do institucionet e Kosovës që kanë bazën ligjore, po duhet mu bo antar i Këshillit të Evropës, e kanë bazën ligjore me e çu në arbitrazh çështjen e demarkimit kufijit. Alas ka ndodhur demarkimi, ky kufi u vendos gjatë kohës para pavarësisë ky që tash,